është e vërtet që rreth 1.2 miliard kanë 61 bashki dhe 12 qarqet. Çështja nuk shtrohet në këtë volumi, shumë mirë që kemi këtë volum. Çështja shtrohet produktiviteti, rezultati, impakti, ky buxhet na zhvilloi ekonominë, e mban qytetarët në vendin e vet, fshatarët atje, e mban ekonominë rurale, i mban pyet kullotat, na parandalon nga përmbytjet nga zjarret, kemi më shumë rrugë. Këto janë çështje, e marrin nin aty në fshat apo në qytet që të mos emigroj. Ndikon tek familjet tona të kemi më shumë lindshmëri. Pra ky është impakti i buxhetit, nuk merret si shifër, që kemi shifrën më të lartë, çfarë na prodhon? Na prodhon më shumë të mira materiale. Do përmbytemi më shumë apo më pak? Do kemi më pak zjarre apo më shumë zjarre? Por kuptojmë dhe i gjë që as në Zvicër, as në Gjermani, as në Australi dhe në Amerikë nuk ekziston ngopja me buxhete asnjë institucioni, por disa gjëra në atë buxhet kanë nevojë për të rregulluar dhe ekspertët e institutit kanë insistuar në fakt dhe thonë që të paktën në 3 sektor ka nevojë për ndërhyrje, ka nevojë për rregullime, ka nevojë për shtim buxheti. Për mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave. Pse e thamë ne këtë? Ka një buxhet historikisht ashtu e ka pas edhe pse me më shumë krahasuar me vitin e kaluar, po sërish nuk ka impaktin e duhur.